Ndryshimet në ligjin për praktikat e padrejta tregtare parashohin gjoba deri në 400.000 euro për marketet e mëdha që nuk e zbatojnë ligjin. Zëvendës ministri i ekonomisë Marian Risteski në një intervistë për Mia theksoi se ligji parasheh edhe ndëshkime për furnizuesit që e pranojnë këtë lojë të tregtarëve. Ai sqaroi se ndryshimet e ligjit pritet të miratohen së shpejti dhe të fillojnë të zbatohen brenda këtij viti. Aktualisht gjoba maksimale që mund të shqiptohet për mosrespektim të ligjit është rreth 20.000 euro. Do të parashikohen gjoba më të larta për lojtarët më të mëdhenj, marketet, për rrezikimin e tregtisë së ndershme dhe qytetarëve deri në 400.000 euro. Megjithatë, do të parashikohet edhe një gjobë dhe ndëshkim që deri më tani nuk ishte i përfshirë në ligj për vetë furnizuesit që nga ana tjetër e pranojnë këtë lojë të padrejtë të tregtarëve. Të mos harrojmë, qëllimi kryesor i ligjit është mbrojtja e prodhuesve dhe furnizuesve, e përmes tyre edhe e blerësve. Zëvendës ministri theksoi se me këto ndryshimet e ligjit synohet që të mbrohen kompanitë dhe prodhuesit vendas që të mos vendosen në pozitë të pafavorshme ndaj lojtarëve të mëdhenj në treg, veçanërisht në Ballkan, duke ruajtur konkurrencën, çmimet dhe blerësit. Ai u bëri thirrje prodhuesve dhe furnizuesve të raportojnë praktikat e padrejta tregtare. Raportimi mund të jetë drejt për drejt, anonim, sipas informacioneve të marra apo me iniciative vetjake të Komisionit për mbrojtjen e konkurrencës, në mënyrë që brenda pak ditësh të konstatohet të tregtia e padrejtë dhe shkelësit të ndëshkohen. Deri më tani, Komisioni për mbrojtjen e konkurrencës ka hapur më shumë se 30 raste për shkelje të ligjit për ndalimin e praktikave të padrejta tregtare dhe janë shqiptuar gjoba në vlerë rreth 150.000 euro.